Sekretet e ëndrave. A e dini se ëndrat ruajnë sekrete? Bile për disa janë tepër të rëndësishme për jetën reale. Unë do t'ju tregoj disa ëndra, ose më mirë disa sekrete personale dhe disa eksperienca që jam i bindur dikujt për jush mund t'i interesoj shumë. Dëgjojini me kujdes sepse disa janë të bindur që ëndrat janë, si mund të quhet, ura mes një bote tjetër dhe botës që ne jetojmë, pra ajo e përditshmja. Kush është rastisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe falenderoj që jemi për bashkë. Do t'ju them që kur isha i vogël, unë në momentet më decizive ose më të rëndësishme të jetës, kam parë gjithmonë ëndra me shtëpinë ku kam lindur. Gjithmonë vendi ku kam lindur. Pra ajo shtëpi është baza e ëndrave të mia. Ëndrat në gjumë po flasë, do t'ju them për shembull disa. Kur vdiq baba im, pash një varr brenda shtëpisë. Varri brenda shtëpisë, jo vetëm atëherë por edhe kur vdiq vllai, varri brenda shtëpisë, kur është hapur varri brenda shtëpisë, do të thotë vdekje. Të paktën për mua po flas. Vdekje në familje. Ka raste që ky varr mund të jetë i madh ose i vogël. Në fakt, ai varri që pash të babait tim ishte komplet dhomë ajo kuzhina ku rinim, gjithë kuzhina. Dhe nuk shihja babain tim, por pash vetëm këtë varr. Dhe ashtu ndodhi. Vdiq babai. Kur isha i vogël, i ri, për shembull, njëherë përpara se të ndodhte lëvizja e madhe, ajo që në vitin 90, me fjalë 91, por unë që në 89, për 3 vjet rresht, unë shihja tek fshati ku ishe aty, me fjalë në Drithas ose Llakatund, okay? Nga sipër Kodrës, deri poshtë tek shtëpit, deri poshtë në fund, shihja një sikur të ishte fundi i botës me mbytje, përmbytje e madhe. Përmbytje të ujrave, po ujra gjigant, ujra të pashtershëm, shumë gjigant, sikur të ishte fundi i botës, sikur të ishte, si mund të them, koha e Noes, parafërsisht. Dhe kjo ndodhi për muaj të tërë deri 3 vjet rresht. Dhe në fund fare ndodhi ajo që ndodhi, pra u bë lëvizja e madhe. Dikush ajo do thot, po ç'lidhje ka uji? Unë them që uji duhet të jetë një shtytës ose një evolucion më mirë. Fjala më eksakte është evolucion i diçkaje. Kjo ka ndodhur qoftë me vllain tim, qoftë me bijën time, pra në momentet decizive të jetës së tyre, në momentet të rëndësishme të jetës së tyre, uji i ka, për shembull, vllai më i vogël notonte në ujë. Dhe unë kur ika nga Shqipëria, shkova në Greqi, nga Greqia pastaj erdha në Itali dhe kisha një vit e gjysmë pa e takuar. Dhe e shihja gjithmonë në shtëpinë time, pra në dhomë, shihja komplet me ujë, që ai sikur fundosej në ujë, ose sikur nuk lëviste dot, me fjalë me krahët dhe duart, jo sikur nuk lëviste, por jo sikur të mbytej, por kërkonte që të shpëtonte. Dhe komplet me ujë. Kur jam kthyer, si thash, ishte rritur. Dhe unë, ai ndonë se erdhi, do të tregoj këtë, erdhi dhe unë, kur gjën e parë që bëra, kur shkova në fshat, vrap, edhe pse nëna ime ishte përballë meje, përqafova edhe babain, por unë doja të takoja vllain tim, se e rrita unë, ishte i vogël ai. Dhe e kërkoja. Ai ishte aty, ishte pranë meje. Edhe vinte pas meje, kudo që shkoja, unë çfarë bëra? Pa e kuptuar, shkoja dhe e kërkoja në shtëpi. Është e vërtet kjo, dhe e kam shkruar dhe në libër, më kam mbetur në kujtesë kjo. E vojta shumë, sepse ai më kapte nga pantallonat, si për të thënë, jam këtu. Ishte rritur dhe ishte dikush tjetër. Me një fjalë, nuk ishte më ai që ishte më përpara. Dhe unë e kisha parë gjatë gjithë kohës, i lidha këto më vonë, nuk mund t'i lidhja atëherë sepse nuk i njihja. Tjetra, përveç ujit, ka diçka tjetër, që është tepër e rëndësishme për ju, nëse dikush nga ju e ka hasur këtë. Në momentet të vështira, me një fjalë kur një njeri shpëton nga vdekja,
ose shpëton nga aksidentet, sheh gjenitalet, ose prek gjenitalet e atij njeriu, ose ai prek vetë gjenitalet. Pra është fjala për gjenitalet e atij njeriu. Kjo ka ndodhur edhe me vllajin tim, kjo ka ndodhur edhe me djalin tim, kjo ka ndodhur edhe me të tjerë. Tani e kam dëgjuar edhe nga të tjerë këtë, jo sepse më ka ndodhur dhe mua. Pra në momentin që sheh gjenitalet e dikujt, pra të atij njeriu, ose ai sheh gjenitalet e veta dhe ti e sheh në ëndër, kjo do të thotë që ose do psoj një aksident, ose do shpëtoj nga vdekja, me pak fjalë. Me fjalë, gjenitalet shpëtojnë nga vdekja. Do të tregoj edhe një diçka tjetër. Një familjar njëherë pa diçka, një qenie, shkoj tek ai, një i mbuluar, një njeri, qenie, një fantazma, çfarë mund të ishte në ëndër kjo, dhe kishte 3 gishta, siç thot ai, dhe e preku nga poshtë, e preku nga gjenitalet. Dhe sa më tha këtë, i thash, ti thash unë do shpëtosh, sepse mund të kesh ndonjë problem. Nuk e mbajti mend këtë. Dhe kaluan 3-4 muaj, mos ka bëj dhe 6 muaj. Pas 6 muaj më thot mua kishte të drejtë. Pse? Sepse ai kishte një problem shumë të rënd që e kapi në moment dhe shpëtoi. Pikërisht pra sepse ishte momenti që pa gjenitalet. Nuk është i vetmi njeri, e kam hasur edhe në të tjerë, më kanë thënë edhe të tjerë njerëz. Tani unë nuk kam folur edhe me një shoqen ton, teksa flisim me shok të tjerë, që edhe ajo thoshte të njëjtën gjë, por ndryshe, megjithatë bëhet fjalë gjithmonë për gjenitale. Ka një tjetër kur shikon torta ose ha torta gjatë, me fjalë ëmbëlsira. Ëmbëlsirat ta jep dikush i familjes ose ja jep ti, do të thotë që do ndodh një vdekje brenda familjes. Dhe e njëjta gjë kur dikush troket në derë, me fjalë në gjumë, kjo gjithmonë në gjumë po flas, kur troket në derë dikush, do të thotë që erdhi momenti. Pra erdhi momenti, qoftë atij njeriu, qoftë të tjerë, këtë ma kanë thënë këtë, që është e vërteta. Dhe disa të tjerë, për shembull, ka disa të tjerë që gjithmonë në familje, unë po flas për eksperjenca personale, për vende ku je i gozhduar. I gozhduar për shembull mes disa njerëz që të ka rrethuar. Okej, kudo qoftë brenda një shtëpie, qoftë në vend hapur, do të thotë që në atë moment ti ke një trysni të fortë të punës, të çdo lloji, dhe duhet që ta zgjidhësh. Me një fjalë, trysnia e fortë e punës, por ti duhet ta zgjidhësh, sepse mund të krijojë probleme në të ardhmen. Këtë kam hasur disa herë këtë në punë, sepse gjithjeta jonë ka evoluar. Në çdo moment ne kemi momente të rëndësishme të jetës që duhen kontrolluar. Dhe unë në këto raste jam përqendruar që ta zgjidh problemin dhe ka shkuar mirë. Tjetra, në disa raste fluturon njeriu. Padyshim ju ka ndodhur dhe juve. Në momenti që fluturon është një zhvillim, pra është moment të zhvillimi. Zhvillimi i punës, zhvillimi i jetës, zhvillimi i çdo gjëje që ti po bën në atë periudhë. Pra nuk ka rëndësi, sepse ka disa që thonë që ndodh në një periudhë moshe. Jo, kjo ndodh në disa momente. Nëse i vini re, gjithmonë në momentet e zhvillimit të njeriut, pra zhvillimit të punës ose të jetës. Dhe e fundit, dhe pastaj do t'ylla, është ajo ku ti ke ëndra Sonji Lucidi, si mund të quhen në shqip, të ndërgjegjshme. Kur ti ke ëndra të ndërgjegjshme. Kur janë ëndra të ndërgjegjshme, do të thotë e para një që ti nuk fle mirë. Melatonina është shumë e aktive, sepse nga ky moment është një periudhë kohe që ti je shumë i ngarkuar. Duhet korrigjuar. Duhet korrigjuar sepse në këto momente ka raste
që del gjaka hundët apo ke lidhje të forta me diçka që po ndodh etj etj. Dhe në këto momente duhet me ses bën që ta zgjidhësh, sepse pra të flesh mirë dhe duhet përdorur disa teknika. Për shembull, ti jesh i qetë përpara se të flesh, 5 minuta përpara se të flesh duhet të mendosh vetëm gjëra të bukura, nëse nuk të zgjumi të përdorësh atë teknikën 4-7-8 që e mbani mend, dhe pastaj të ngrihesh në mëngjes dhe të bësh pak lëvizje fizike, pra fiskulturë ose diçka. Me një fjalë, kjo përmirëson duke kaluar ditët, nga dita në ditë dhe pas 3-4 ditëve shkon dhe flen më mirë dhe nuk ke sonjë ëndra të ndërgjegjshme. Ëndrat e ndërgjegjshme zakonisht janë të këqija, që është e vërteta. Mirë po mund të lidhen me jetë reale, sepse ëndrat ashtu si çdo gjë tjetër, nëse ti i kultivon çdo gjë, për mirë apo për keq, ato ndikojnë në jetën tonë. Kështu që filloni që tani që të ndikoni në ëndrat e mira dhe jo në ëndrat e këqija. Dhe bëhet pikërisht pra duke qenë i qetë përpara se të flini, duke qetësuar dhe duke e rëndësishme dhe duke patur një komunikim të rëndësishëm mes njëri tjetrit. Pra këto ishin ato që unë kam hasur, do të dëshiroja një komentin tuaj, po juve, a i keni hasur këto dhe nëse keni hasur të tjera sekrete të këtyre ëndrave që mund të na ndihmojnë në jetën tonë të përditshme. Kalofshi bukur.